E ndërsa turizmi në Bashkinë Shkodër është rrirë gjatë 12 muajve të vitit, puna vazhdon në terren për evidentimin dhe zgjidhjen e problematikave të mbartura. Kjo me synim mbarvajtjen e sezonit veror, i cili pritet ketë edhe një numër të lartë vizitorësh. Me patjetër Bashkia e Shkodrës tashmë kemi një turizëm gjithvjetor. Nuk është një turizëm sezonal ku në sezonet caktuara bëhenin planet për pastrimet apo mbarvajtjen e sezonit. Puna është e vazhdueshme për gjatë gjithë vitit. Janë në vazhdim masat për pastrimin e hotspoteve edhe evidentimin e atyre problematikave ekzistuese që janë në terren. Menaxhimi i mbetjeve vijon të jetë një sfidë, ndaj kërkohet edhe bashkëpunim si me bizneset, ashtu edhe me qytetarët për zgjidhjen e kësaj problematike. Kërkohet ai bashkëpunimi i vazhdueshëm me banorët edhe me bizneset, sepse siç e dim gjithë, turizmi tashmë është i lidhur, sidomos në zonën e Shkodrës, është i lidhur shumë ngushtësisht me natyrën edhe me mjedisin e pastërt, edhe kërkohet një bashkëpunim sa më i vazhdueshëm me të gjithë, në mënyrë që çdo turist që vjen të ketë një pamje të pastërt, të një territori të pastërt, të mirëmbajtur. Prandaj planet e punës vazhdojnë, aksionet edhe masat e pastrimeve janë në vazhdim. Aksionet të cilat kanë nisur në zonën e Shirokës pritet të shtrihen edhe në zona të tjera turistike në Bashkinë Shkodër, siç janë Velipoja dhe Thethi. Jemi në Shirokë aktualisht, do të vijohet në zonën e Velipojës, Thethi që është një pikë kryesore e çdo turisti që vjen në Shkodër ka vëmendjen e duhur, është një punë që vazhdon për gjatë gjithë vitit. Pak ditë më parë, bizneset ju përgjigjen pozitivisht thirrjes së Bashkisë Shkodër për pastrimin e brezit ranor në plazhin e Velipojës nga mbetorinat. Krahas pastrimit të territorit, aksionet në prag të sezonit veror po vijojnë edhe me lirimin e hapësirave publike.